I njohur si një mjek kardiolog me karrierë të gjatë, Ardian Shala kandidon për kryetar të komunës në Suarek nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Shala vjen me një vizion të qartë për të ardhmen, rikthimin e besimit të qytetarëve në institucionet komunale dhe vendimarrjen kolektive. Programi i tij ofron një plan afatgjatë ndaj qeverisjes lokale, duke u fokusuar në 3 shtylla kryesore: arsim, shërbime dhe ekonomi. Në arsim, Shala synon të avancojë shkollimin përmes integrimit me pajisje digjitale, rikonstruimit të shkollave dhe ndërtimit të qerdheve, si dhe modernizimin të laboratorëve shkencor, e gjithashtu mësimin tërditor. Kandidati nga LDK theksoi se do të krijojë një fond prej 800.000 euro për startupe, heqjen totale të taksës për bizneset e reja dhe mbështetje për bujqësinë me investime në sera, blegtori dhe bletari. Ndërsa sa i përket sektorit shëndetësor, pjesë e planit të tij është edhe ndërtimi i QKMF-SRE. Projektet e tij përfshin edhe ndërtimin e qendrës inovative për të rinj dhe mbështetje për kulturën e mërgatës. Me sloganin Suareka për tej, votoni Ardian Shala numër 113.